sot po numërohet në Parkun Olimpik vota e diasporës dhe gjithashtu edhe një çështje e komentuar dhe kontestuar, kundërshtuar nga opozita, është marrë një vendim nga institucionet në Park, fillimisht nga KQZ, pastaj nga KAS dhe në përfundim dje pasdite nga Kolegji Zgjedhor. Pavarësisht fakteve që ka denoncuar opozita, si e vlerësoni dhe cili është qëndrimi juaj për këtë çështje, për vendimarrjen, për të numëruar votat e emigrantëve në Greqi? Qëndrimi ynë është ky. Ne kemi dhëna të sigurta të manipulimeve monstruoze që janë bërë me votën e emigrantëve në Greqi, në Itali, në Rom, veçarisht në disa zona tjera, por edhe në një vend tjetër. Ne kemi dhëna, kemi dhe mekanizmin, por ne po ndjekim procesin, sepse ndjekja e procesit, çka do të thotë? Qëndrimi në proces është një domosdoshmëri që buron nga respekti për ligjin dhe shtetin ligjor. Kurse rezultati në kutitë e votimit është i tëri i gatuar nga kriminal elektoral të Partisë Socialiste dhe s'ka asgjë të bëjë me vullnetin e lirë të shqiptarëve në diasporë. Kjo është e vërteta. Zotë Berisha, cilat janë pritshmëritë që ju keni nga faktori ndërkombëtar pas denoncimeve tuaja? Absolutisht kam bindjen më thellë se faktori ndërkombëtar do të qëndrojë i palkundur në anën e votës së lirë të shqiptarëve. Jam shumë i bindur në këtë. Janë shumë të pakt ata që për hir të karrigës së Edi Rams do të pranonin të sakrifikonin të drejtën e votës lirë të shqiptarëve. Ne do të dokumentojmë çdo blerje, çdo dhunim të hapur publik dhe të fshehur të ligjeve të vendit. Zgjedhjet ishin farsa më e shëmtuar e 33 viteve në Shqipëri, farsa elektorale më e shëmtuar. Kjo është e vërteta. Dhe një pyetje të fundit, a ka një vendim për aksionin politik të Partisë Demokratike në Tiranë, në Shqipëri? Partia Demokratike vendimet, do me thënë, ajo do të angazhohet në mbrojtje të votës si në lëvizjet fuqishme brenda vendit, por dhe në dialog intensiv dhe takime intensive me organizatat ndërkombëtare dhe vendet partnere mike për të vërtetuar të gjithë shëmtin e farsë elektorale të datës 11 maj 2025. Zgjedhjeve, paktën nga proces verbalet paraprak që janë numëruar deri tani, nga vota e emigrantëve grek, 95% e tyre votojnë Partinë Socialiste. Paktën nga ajo çfarë del nga çfarë justifikimi ose që unë thash këtë, ato janë që të gjitha të rezultatet të fabrikuara në mënyrën më të turpshme, më të pa imagjinueshme, por ato do marrin ndëshkimin ndërkombëtar. Betejë është e hapur në të gjitha frontet. Garantoj që shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelmur vota. Dhe kjo është vetëm një hap. Pra,
Edi Rama ka shpalos armiqësinë më të egër ndaj lirisë dhe votës së lirë të shqiptarëve. Unë kam bindjen më të thellë se këtë mandat nuk do ta gëzoj dhe se ai do përgjigjet gjermëni për këtë masakre elektorale, për këtë batërdi elektorale që i kreu, për këtë farsë të turpshme elektorale që bëri, hapta s'pas një kufisim. Faleminderit.